po edhe ma mirë. Jo ma keq, po edhe ma mirë, sa i përket presidentes Vjosa Osmani, e dihet, dhe më thonë, ajo është presidente e koalicionit, e zgjedhur nga koalicioni fitues në 2021-ën, sipas gjitha gjasa do të jetë propozim edhe për një mandat të dytë tash që do të ndodhë në fillim të marsit. Në ajo ofertë mi thonë Donikës për Albertin se qështu njerës kur t'janë zhgënim i kopë ma ka vlaj. Nuk është puna nuk ka pas një parti mu. Të Alberti nuk është... Me shpritu një parti, shamull gjendë janë tem do për me më kopë. Sepse unë pjo thamë... Jo, zhgënim në aspektin po mënajtë. Dhe gjë, unë gjithë më djuhin për aktivist levizjes vetëvenduesje. Unë e këmë thonë e publikisht e thamë dhe thonë të thamë gjithë. Për shambull, dy parti, të cilat nuk do t'i mbështetë si kur një jetën time, edhe po të ma siguronin jetën edhe për brezat të ashëm të mitit, janë Partia Demokratike e Kosovës edhe AAK-ja. Këto dy parti, unë e besoj që shumë janë duke morë vota në raport me ato që kam rejtojnë. Për LDK s'po flasë për shumë gjendë në cilën ka. E qka më këthi vjosa në LDK? Ka dalë më zëgot? Ndëgjë, unë vjosa... Jo, e s'pë ndëgjëj, me po më këthi vjosa në LDK. Ta është ta përgjigja. Unë jam për kras i fuqeshëm i vjosës edhe Albinit. Ka njerë si me ndëshpru ndoshta për brenda levizjes, po asë njerë nuk do të thotë nëse në dëshpruhna me një person për deputeta, ministrën levizje, kjo me direkt, me vak me Albinit. E vërtet, ta veç me Viktorin me kush është në listën guza kryetore, është Vjosa, është Donika? Se i gjushin disa një kohë njën atjetës. Aty janë dy bashkë kryetarë, është zonja Donika Garvala Shvarz dhe zoti Fatën Peci. Fatën Peci o kryetara, lo? Bashkë kryetarë. Bashkë kryetara. Po, janë bashkë kryetara. Shko një kryetara? Ashtu funksionon Partia Guza. Do me thonë, së është një kryetare tjerë dhe në kryetare së kur të tjerë? Dihet, bëtnisht, do me thonë, ka dhe në kryetarë, ka disa në kryetarë. Kush është njënë për ty a jeti? Jo, nuk kam pjesë strukturët partisë ende, pasi që dihet, kam hy vetëm si kandidat. Qka po për një me jetë që të Donikës një? A ka që do se Donika në hogë që shpëthojnë e? Ja, qëfar qumi. Ja, nuk duhet të... Pa ja kish pason që i kumë qumë një jo, bre, ajo usqaru, do me thonë, këtë qështje usqaru nuk ka që dosje në Hagë Donika, as nuk e banë. Donika është vajza e një prej herojnëve më të mëdhenj të Kosovës, është vajza e Jusuf Gërvallës, i cili dihet veprimtaria e tij, pastaj është mbesa e Bardash Gërvallës, dhe më thonë, po flasim për një familje, një prej familje më të patriotike që i ka pas dhe i ka ky vend, edhe duhet gjithmonë të thirremi në ato vlera e të mos nxjerrim shpica këtë vetëm sa për më bo zhurma, klikime të ndryshme apo për më marrë në i vot, se nuk i bojmë derë mas pari Kosovës e mas anej as familjes Gërvalla, ashtu më radhë. A ki diçka me thonë për rrëmë se veçinja me qiri burë stahë ku gjo? Pse me qiri një gjatë? Kështë thonë më heret po më dërprej edhe sara që po kemi reduktime edhe pustimet për rrethën energjisë elektrike dhe kekët vazhdimisht simpatizus të partive opozitore për nga thojnë edhe herë në 1.600. Pra ta me kompendosë edhe nuk me 1.600 në qirin të. Pa ja letë i fojnë për shumë vetëvendusë që përnon letë rrima. Thonë e poshtë një emisioni thash më herët Viktorit aty në kësë ishin bo këtë familjare. Fojnë kryesor, besoj që ka një shpështetet e kalume, po edhe këta partia që unë e përkraje. Nuk jam për mashallah. Jo, nuk pa më për mashallah, po nuk mund edhe krejt ashtu me i këfojt, se nafë shqiptarë si zakonisht, çdoherë mundohem me atribu fojnë njëri tjetërt. Asë njëherë nuk qyrën me pranu një pjesë fojt. Po fojnë kryesore kanë ata që e kanë shit kekën për një çmim mendej shumë qesharak, 26 milion euro, kur dihet se në tregun ndërkombëtar distribucioni i kekut është vlerësu me një çmim prej rreth 563 milion. E ta shesash për 26 milion, edhe sa ta ankohesh. Sadri, në Kosovë ekziston një zinxhir i sistemit elektroenergjetik. Edhe gjitha janë të pavarme, pos keku që është pronë shtetënore, kompani publike, mirë po tjerat, zyra regulatorit e energjisë elektrike është institucion i pavarë, një themelum prej kuvendit Kosovës, e para. Pastaj vije kosti që është
prapë funksionon në ombrellën e kuvendit të Kosovës. Shumë për e keni boni me të qësi Kustja, Zërëia, kush në më rrimë bura për me di. Kompani e reguluar nga zyra regulatorit e energjisë. Qashtu i keni boni shumë që e di me dit ka kush për të nëllë. Është Kedsi, Kesko, gjitha Kesko është me pagu. Asnjë nga këto Cila ta kompani, nëllë burë, zdrang? Asnjë nga këto kompani që e nalin drang ose zdrang nuk janë në ingerencat e qeverisë së Kosovës. Pra po flasim, dy janë kompani shtetënore. Kesko, Kedsi, Qikatezës, plët kanë lënë. Pse kështu? A këtë buhet janë qështu, Viktora? E kam kry bre me energjisë. A në dhe po të qysh, apo këpëtan burë. Shikon me këto, kështë ja shoh emisioni, mi thonë vetët Alberti, Bledi, Kjo është regulativ evropiane. Dhe me thonë, ne duhet të ecim në përputhje, në sinkron me Evropën sa i përket çështjes së energjisë, pasi që ndryshe nuk mund të jemi pjesë e tregut evropian. E pse Zërëia më na hyp çmimet e Kusti, shembull? Po se Zërëia ka obligim atë punë. Po, a? Po. E Kusti çka ka obligim? Kusti ka ato farë shtyllat pensionit të lartë. Po. Ato të mëdha. Keku çka ka obligim? Keku prodhon. E prodhon rrymen. E Kesko? Kesko i furnizon qytetarët me rrymë. Po i merr porët, domethënë. Po, jo merr edhe porët, po. Ta shpjegojmë se unë e di, po ta shpjegojmë. I furnizon, jo dërgon faturat njerëzve. Ke namt Keku ti shkojnë kur të ndolet rrymë. Zoti i vrodh Kekun, nuk di. Ta shihim shtojnë gjithë. Mos më shojnë mua për tjerë. Edhe në herë ju bëjmë dije, domethënë për ato të Albertit. Albert, kisha pas dëshirë sonte e di që ke orë se ty dën shumë i konë në Shkop e poshtë do foto kishin prit burrë pas më konë Albin Kurthi. Po, sot kemi qenë fillimisht takim me disa shqiptarë të Shkupit. Po poshtë me Adini që takusha që ka ma dreqë. Pastaj më njëherë posa postova një foto më lajmëru në disa shqiptarë të Likovës, me lutje me shku atje, pastaj në Slupçane... Jo, në nuk e di se s'pët bënë ambasador deri Albin Kurthi. Shumë për dojtë. Që shena konë të nejtë me një pumë që të benzinë vish kur ka orë një unë, tha, se dhe tha kusho kjo mua. Unë e kisha musafir. A që jollojës për di kusho? Tha Alberti, mërë tha, dojtë këtë dënjoja. Pa diskutim, Alberti është djallë fantastik dhe sigurisht që besoj që e pret një ardhme e mirë, unë besoj në Kosovë e ju në Gjermani, po ta shohim tash. Apel gjithë ju që e shini, veçanërisht ju që e keni votu vetë venduesen me një mu Albertit. Në një forma po tjetër, apëde se ja keni bësh moral, ju kështu. Unë isha në Gjermani javën e kalume edhe neta me shumë shqiptar atje, edhe pjesa ma modhe këshin merë më këthy Albertina. Në thonë, jo më shku për më këthy për dujnë ata. Gjdo më regimtore komendën më këthy, po më varët sa i bëhen mundësit apo kushtet, se dëshira për më këthy o gjithë mund, dëshira për më këthy o që shkur të nisën për më shku. Unë besoj, jam optimist që shumë shpejt, dhe më thonë, ka me fillu trendi negativ që i thejmë na. Dhe më thonë, ma shumë kanë më ardhë se sa kanë më shku. Se hesapi nuk jo qëtë. A shkoj me një ndërpreje, falenderojmë shumë Albertin, se i kena dhe një surprizë interesante për ty. Jetë dikush për Qabicit. Albert, dhije qiri se në rast nevuje, falenderojmë shumë. Respekt, falenderojmë shumë. Dërë të kite për Albertin. Falenderojmë shumë. A ki qef në e kom për Qabicit më të apropon? Po më